Përmbytje tër lajme, dështimi jashtë lajmeve, heshtja për Belinda Ballukun. Edhe sot, ekranet dhe portalet u mbushën me pamje përmbytjesh. U fol për shiun, u fol për motin, u fol për fenomene natyrore, por nuk u fol për dështimin politik dhe institucional. Nuk u fol për përgjegjësinë direkte të Belinda Balluku, ministres së infrastrukturës dhe energjisë, njeriu që ka firmosur politikat, projektet dhe tenderat që sot po fundosen bashkë me rrugët. Kjo nuk është rastësi, është strategji mediatike. Në vend që të shtrohej pyetja thelbësore, pse infrastruktura po shembet pas çdo shiu, fajin e mori sërish moti. Ndërkohë, askush nuk e lidh zinxhirin e përgjegjësisë politike me faktin se ministria përgjegjëse është në hetim dhe ndaj saj ekziston urdhër arresti kërkuar nga SPAK. Çfarë akut hër lajme? Që rrugët e inauguruara me bujë janë shkatëruar brenda ditësh, që sistemet e kullimit janë projektuar keq, nëndimensionuar ose thjesht fiktive, që tenderat janë dhënë, parat janë paguar, por funksioni mungon, që përgjegjësia politike ka emër dhe mbiemër. Heshtja për ministrën nuk është neutrale, është bashkëpunim. Media që nuk pyet, nuk heton dhe nuk kërkon llogari nuk informon, por mbulon. Kur dështimi personalizohet si mot, ndërsa vendimmarrja politike fshihet, publikut i serviret një gënjeshtër e rehatshme. Çfarë Shqipërie? Çfarë media? Një Shqipëri ku infrastruktura shembet, por ministria mbrohet. Një media që tregon ujin në rrugë, por jo firmën në tender. Një tur inaugurimesh që mbytet në shi, ndërsa përgjegjësia mbytet në heshtje. Përmbytjet nuk janë thjesht pasojë e rreshjeve. Janë pasojë e politikës së gabuar, e parave publike të keqmenaxhuara dhe një mediaje që zgjedh të mos shohë aty ku dëmb. Nëse sot fajsojmë shiun dhe heshtim për ministrën, nesër do fajsojmë sërish motin, ndërsa llogaria politike do të mbetet e papaguar.